Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur ditën me ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhin në Big Brother VIP Albania. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë shumë e tensionuar, një dasëm në shtëpi që siç duket do të ndryshon krejtësisht ngjarjet edhe krejtësisht lojën. Selin dhe Gimbo vendosën që të ftojnë në dasmën e tyre banorët ku në fakt nuk është i ftuar Rogerti në këtë dasëm. Por nuk është se nata kaloi vetëm me debate, me diskutime, nata kaloi edhe me puthje shumë të zjarta. Realisht në 74 ditë, ne natën e mbrëmshme kemi parë puthje nga shpirti. Selin dhe Gimbo, pas ceremonisë që patën në festën e beqarisë, do me thënë që kaluan një natë shumë të bukur, që vllau i madh kishte organizuar një festë me pije, me ushqime, që banorët të argëtoheshin në festat e beqarisë, do me thënë e bëjnë dasmën sipas traditës shqiptare. Në momentin që ikën në dhomën e gjumit, ashtu siç e do çdo çift, Selin vendosi që pikërisht në këtë natë, pikërisht në këto momente, t'i dhuroj puthjen Gimbos. Tani realisht unë besoj jashtëzakonisht shumë tek dashuria e Gimbos kundër drejt Selin. Por besoj edhe tek emocionet dhe te ndjenja që Selin ka ndërtuar për Gimbon. Do të thoni pse. E para njerë unë mendoj që Selina është një vajzë e cila di që të falë dashuri, di që të falë emocion dhe di që të falë pozitivitet. Dhe të njëjtën gjë e bën edhe Gimbo, do me thënë që të dy janë të ngjajshëm me njëri tjetrin, kanë botë të përbashkët, janë që të dy shumë të ëmbël, shumë pozitiv dhe mendoj që e kanë gjetur njëri tjetrin. Puthjet e tyre ishin shumë të ndjera, sepse gjërat e ndjera duken, publiku i ka pritur me shumë emocion dhe ka duar trokitur çiftin e parë në këtë shtëpi. Do me thënë është çifti i parë pas daljes së Kesit edhe Inës brenda shtëpisë së Big Brotherit. A do të jetë një dashuri e cila do të vazhdon jashtë kësaj shtëpie? Besoj se po, sepse unë e shoh Gimbon të dashuruar, mendoj që edhe Selin dhe Gimbo prisnin një dritë të gjelbërt nga familjarët, të dritat të gjelbërta u dhanë, si nga familja e Selin, ashtu edhe nga familja e Gimbos, dhe mendoj që përzgjedhja për të dhënë puthjen pikërisht në natën e dasmës ishte një përzgjedhje që në fakt për herë të parë ka ndodhur në Big Brother, sepse zakonisht çiftet nuk është se kanë dhënë puthje një natë përpara. Ka banorë në fakt që e besojnë këtë puthje, ka banorë që nuk e besojnë, por unë duke njohur karakterin e Gimbos deri më tani, do me thënë e shoh Gimbon shumë të përfshirë në këtë lidhje, e shoh Gimbon shumë të lidhur emocionalisht me Selinën dhe mendoj që do të jetë një ndjesim, mendoj që do të jetë një dashuri shumë e bukur për të dy, që do ta shijojnë pafund. Do me thënë do të jetë një super emocion i bukur që realisht me zemër uroj që të vazhdon edhe jashtë. Dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju këtë puthje.